Doktor, mirë se erdhe në Food Ship Show. Mirë se u gjeta, faleminderit për thirrjen. Doktor, e kënaqësi që të kam në studio, mirë se erdhe dhe pata dëshirë që të zhvillojmë një intervistë së bashku për Mirë se u gjeta. sukseset tua, rritjet tua dhe të ordinancës tuaj. Realisht ajo që më bën mu përshtypje është që duhet përgëzojmë as pari për si i themi, edhe donacion quhet, po edhe humanizëm quhet, por edhe mbështetje quhet që doktor Fisi mund drejtojmë doktor Fisi? Fisi. Jemi miq të mirë dhe po drejtohemi kështu edhe më friendly që i bjen asaj pune. Doktor Fisi Marash edhe shikues të dashur e ka shprehur dëshirë dhe vullnetin e tij që ADC Kosova Advanced Dental Center me ju bërë shërbime gratis dhe falas të gjithë njësisë speciale intervenuese në Kosovë. Pra, policisë që intervenon në situatat më të vështira, që janë një grup i policëve, që doktor Fisi ka dalë publikisht edhe ju ka thonë që dhe a di që është më e forta, janë njerëzit që e meritojnë më së shumti. Për mendimin tim, sepse janë njerëzit më të rrezikuar në situata ndryshme her pas here. Rrezikojnë jetën për minimun rrezikojnë jetën. E tash du me pyet doktorin si erdhi ideja dhe si mendove për t'ju ndihmuar pikërisht tyre, sepse njerëzit janë të fokusuar me ndihmu njerëz persona shtresat të ndryshme, jo dikush që s'ka, jo dikush për një shtëpi, jo dikush për një fest, jo dikush ty të ka shku menje dikush që realisht vështirë dhe i kishte shku dikuj. Pra dhe më thonë, njësisë speciale intervenuese është për duar tërkitje kjo. Altin nuk ka qenë e planifikuar, ka qenë instinktivisht. Ka qenë para 3 javë gjysë po në tash. Unë kesh në pej për një përërim shtatores një dëshmorit në pej, Bujar Shalës, që ka vdek gjatë luftës, një dëshmor shumë i mirë. Dhe kem të ftu më darkë, edhe në tavolin kem njësia fiti tullu me mu edhe me ish ministrin Armendin. Edhe tu bisedu për shëndetësin, dhe me thonë, ra fjala që nuk kanë sigurim shëndetësor mas pari, që këta njësia duhet të kanë edhe sigurim tjetës e shëndetësore, plët sigurime tjera. Edhe ata të regun mas parit njëri për tëne që bashkë më banë s'ko, dhe me thonë, ku ke ajo në Mitrovic Zveriu, të ka lëndu krahun, edhe da është 10 seansa fizioterapeuti me bo privat. Tjetëri dhëmë privat, apo thmin privat, edhe kështu më ra. Edhe unë ju thashe, unë keqa më më bo, sa vetë jeni që kaq, atëherë thashe kini gratis për me, edhe jo më ndërum të bëja të punë. Opa, big up Jonas, big up Jonas! Edhe tjetër Ramës Taraj, që thatë edhe ma heret, e kom kontratën me Këforin, me Bonstilin, me ish policët Amerikanë që ka qenë, apo të Oleksit, që shumë vite. Vetëm të atonë se kemi aty. Vetëm ty e të mëndë. Okej, edhe juve kom qef t'ju kamerë. Pra të më thonë, të zbërthejmë në manë që duhet, për shikusit tanë. Kontratën e kemi me Këforin, me Oleksin, me gjithë misionet e ndërkombëtare, që ata vinë dhe paguen e i kanë kushte. Ata e kanë sigurimin. Kurse njësia speciale intervenuese e Kosovës nuk e ka sigurimin dhe aty një ja u ke ofruar ti gratis. Po. Edhe herë duaj të rokitja, ola, ej. Gjesi është shumë i bukur. Atëherë, si e priten njësia speciale këtë? Gëzun shumë. Okej, bukur shumë. Po tash problemi tjetër është po më shkruajnë policia Kosovës. Tash fillojnë policia, fillojnë ushtria, fillojnë zjarë fikset. Zjarë fikset. Ja u ktheva që ne kemi plan ashtu zheromi për mas një viti. Edhe thashë në shtarë edhe do zheromi edhe kolekte mi bashkan gjitëm. Edhe do jam i lumëtën që ata t'i pranojnë. Okej, bravo qoftë. Ta vlerësoj shumë se e di kush je dhe çfarë personi je dhe e ke zemrën shumë madhe, dok. Respekt. Si ke arritur, dok, për të patur Këforin pacient? Pra, Këfori në Kosovë i Bonstilit, pra në Bonstil, janë pacient me kontratë me Advanced Dental Center. Pra, dhe më thonë diçka interesante. Të lutem, Diamant, të lutem shumë, her pas herë emrin doktor Fisnik Mekaj dhe numrin e kontaktit për gjithë ata që kanë nevojë për Advanced Dental. Sepse ka shumë njerëz që vuajnë nga puna e keqe që kanë marrë nga disa të tjerë, ku realisht
jo me bo reklam, se kam për reklam, as nuk e kam për me livdu, por shkojnë shumë, pasi rregullojnë dikun dhëmbet, shkojnë edhe mjekohen të përfundim, mjekohen të advanced dental. Me marrë shërimin edhe ashtu. Se i bojnë dikun keq, për ma lirë dhe pastaj shkojnë të advanced dental. Mirë po, kam dëshirë me ditë, me bon stilin si e lidhur, si shkojnë puna me ta, vinë këpori, aty e rregullojnë. Më besoj që ka qenë viti 2006-2007, ku edhe kam qenë doktor edhe klinike ambasadës Amerikës. Edhe besoj që ambasada e Amerikës ka qenë edhe referencë edhe për ta. Përveç pacientave, si ushtarë të bon stilit, po zakonisht ambasadat këfore i bon stili për cilin edhe më thonë, ku je ti, referencat ku janë, se nëse him web faqet të ambasadës për shkakun, në gjona aty ose në ambasada tjera, edhe është punë referencash, besoj. Edhe normal punë e mirë, natyrisht. Okej. Pra, pacient tek advanced dental është edhe ambasadori, ish ambasadori, edhe ambasadori. Gjithë ambasadat. Pra, domethënë, secili që vjen, Kjo punë është është prej ne jemi, domethënë, providera, domethënë jemi si klinik, jemi providers të ambasadës Amerikës. Edhe shumë ambasadave tjera. Okej, pra domethënë, ne jemi klinika numër 1 për shërbime stomatologjike. Secili ambasador që vjen në ambasadën e Amerikës në Kosovë është me kontratë në advanced dental për diçka që më ka bërë përshtypje. Ambasadori, ish ambasadori. Ish ambasadori, po. Ka sjellë djalin e tij nga Amerika? I ka pru 2 vëllezërit, një vit më herët. Pastaj mbas një viti ka pru djalin e vet, po. M'fal, po ky është ambasadori i Amerikës. Jo, ky është përpara. Përpara ka qenë. Jo, nuk është. Vazhdojmë, dalim te Doki mbrapa. Te fotoja që ishte. Ka shku në Amerikë, ka sjellë djalin nga Amerika? Nga Amerika për shërim, po. Për shërim në Kosovë. Interesant. Erdhi koha. Pastaj erdhën gjithë familjarët të ambasadorit. Po, andaj vëllezërit më herët, djali, vet, shoqja gjithë. Kanë ardhur vëllezërit, djali, shoqja gjithë prej Amerike kanë ardhur me shëru gojen, me punu gojen, buzëqeshtin Edhe kanë dalë shumë të kënaqur. Shumë të kënaqur. A dallohen pacientët e huaj me pacientët shqiptar apo s'ka dallim që janë njëjtë? Ja, absolut. Për mua janë gjithë njëjtë, jo. Janë gjithë njëjtë. Cilët ambasada të tjera që i ke pacient për shembull, përveç Amerikës? Po shumica janë, domethënë ambasada Zvicrës. Aja rregullon Zvicrës dhom ti o. Se na në Zvicër jena. Ambasada Italijës, Gjermanisë. Aja rregullon Zvicrës dhom që më na më të mirë na këtu. Ambasada Shqipërisë, Gjermanisë, gjitha. Okej, Hungarisë. Bravo. A ka ndryshuar stomatologjia prej që ke fillu karrierën tënde? Në Kosovë po them. Ka ndryshuar shumë. Ka avancuar shumë se vetë teknologjia në stomatologji avancon shumë. Thonë vetëm t'ja fillojmë, domethënë, CT-n 3-dimensionale, pajisjet, SATCOM-in 3-dimensionale dhe pjesë tjera, kemi pru në Kosovë, që kemi zhvillu, i kom pru një pari në fund vitit 2012. Po këto ndrohen çdo 2 vjet, 3 vjet, dalin 3. Unë vetëm vitin e kalum, i kom blen gusht 3, ndërsa një vit më herët nëntor. Thonë çfarë shpejt avancojnë. Me thonë, posaçërisht kamerat intraorale, SATCOM-i, teknologjia, po edhe materiale. Avancojnë shumë. Po mirë po dush me konë ongoing, me thonë, gjatë kohës. Cilat janë shërbimet më të kërkuar në ADC? Më të kërkuar janë gjitha, po ndoshta venijet, facetat, estetika tash është pak më shumë modë. Po na mirëmi me funksion edhe me shërime që një kohë gjatë. Po kjo është ide. Cilat i mund të kërkuam, po cilat edhe shërbime i sjell ADC janë fakt në përgjithësi. Gjitha sa i përket po stomatologjisë, kirurgjisë orale, gjitha. Domethënë se stomatologjia i ka disa degë, domethënë 7 degë, ortopedia, nofullave, shërimi, domethënë endodontia, pedodontia, gjitha, protetika e tjerë, mirë po të ne gjitha i ofrojmë. Ma të kërkumit tash në ditë të sodit janë nështë edhe implantologjia, implantet, se kemi shumë pacienta që jupin dhënë pak ma heret, dhe zavendësoj me implante apo me protetike. A ka shumë pacienta që kanë frikë nga shërbimet ose nga dentisti? Ka, edhe asi që kanë shumë frikë. Edhe ata që kanë shumë frikë, zakonisht vinë me një gjendje pak ma të keshe. Që shtyjnë deri sa kariesit i prish dhëmbët ose humbin apo kështu që kanë më shumë punë. Çka mundi mi animu aty në mos me pasat shumë frikë ose a keni mesazh që mundesh Po, ne u ndihmojmë. Zakonisht unë them e kam një thonë gjithë tucanat
të na vinë tonë. Të thona vinë ti. Është një thoni kështu, mirë po, do më thonë gjithë ata që kanë fobi, Po. sa është fobi prej dentistit, vinë edhe ndohen gjithë kënaqshëm. Do më thonë kemi shumë metoda, zakonisht fillimisht është kur të flasim me pacientin edhe e bindim. E dyta është që kemi edhe gazin gazmor, nitrous që thojmë oksidulin e azotit, ku pacienti relaksohet, është një gaz ku relaksohet më rash, dhe nuk e ndin as injekcionin as kurrë. Pastaj kemi edhe mundësinë tjetër në anestezion përgjithshëm, ku pacienti flen edhe nuk ndin asgjë. Mirë po në përgjithësi shumicën e tyre e bindim me fjalë edhe pa këto tjera. Okej. S'ka nevojë me pas frikë. Luftë psikologjike. S'ka nevojë me pas frikë. Diçka interesante që e pash tek një njeri i njohur, ishte që ai kishte alergji shumë të rëndë nga anestezioni. A ka një formë tjetër, dok, për njerëzit që vuajnë nga alergjia e anestezionit për të rregulluar gojen pa dhimbje, pa probleme? Altin, ka shumë lloje të anestezionit. Shumë. Është diapazon shumë i gjerë. Edhe pacienti zakonisht nuk ka alergji në gjitha ato. Mund të kenë disa... Pse ka disa lloje anestezionit? Shumë. Ka menduar që është vetëm një lloj, pra kjo është ideja, duhet më shpjegoj. Mirë, po që e lejmë faktin që edhe ka alergji në gjitha llojet e anestezionit lokale, kemi fjalën. Do një injekcione, që i thojmë neve. Atëherë është mundësia ta fusim në anestezion përgjithshëm. Ku nuk ka alergji. Domethënë ka shumë, i bëjnë testet të alergjisë, edhe aty shifet sakt në çka ka alergji. Po ka mundësi, domethënë, absolut s'ka pacient që s'mundet me hi edhe me kry shërbim. Këtu për shembull në këtë fotografi, çfarë i keni rregullu që të thonë? A janë këto veneers? Këto janë veneers, po janë faceta i thonë shë. Po janë veneers dhe pacienti se dëmt janë gjithë shnosh, ka ardhur që ta rregulloj estetikën. Edhe këto janë minimal invasive, domethënë preparohen ose gryen shumë pak, edhe vendosen venir që janë shumë të holla, janë dikun rreth 0.3 mm të holl, se dhëmbje praktikisht nuk gryhet hiç ose shumë pak. Këtu në këtë fotografi më duket pak si një rast më i rënd. Po vërtet dok, çfarë Si e ke rregullu këtë pacient? Po ky pacient është me smundje të mishra e dhëmbëve, që i thojmë paradontopati ose paradontoz, ku shkrihet kocka ose resorbohet komplet kocka, edhe dhëmbë zhveshën edhe pacienti hub gjithë dhëmbët. Çish mund më mbru? Edhe kemi zavencu me implante, janë do metoda që thirren All on 4, All on X ose Teeth Express, ku heken gjithë dhëmbët me një seancë, pëllojmë një nanofull, njëjtën kohë shiten 4 ose 6 implante, dhe të njëjtën ditë shiten edhe dhëmbë provizor. Do të thonë pacienti është uraja, nuk mundet me hek provizorën, edhe mas 3 muajve, 3 gjys, heket aja mirët masa edhe bëhet ura zirkonit. Ama shumë e pas ke bukur, doke, shumë pas ke, a ka pas shumë punë, ka pas shumë lodhje me bokte? Jo, kjo bëhet ose një nanofull njëherë në anestezion lokal, që zgat operacioni rreth 2 orë, edhe një orë e gjys dhëmbët derisa ti punojmë që t'ja vendosim provizort, edhe mas një muaj në ofullat tjetër. Ose, tash nuk e di ky rast ka qenë çaj rasti në anestezian përgjithshëm apo në lokal. Që se pacienti s'ka kohë, për shembull shumica që vinë nga Amerika nuk kanë shumë kohë. Është bërë me implantë kjo dok, më duket apo jo? Po, me implantë. Atëherë shtim në anestezion përgjithshëm, do të flan edhe e bëjmë edhe lart edhe poshtë njëjtën kohë. Edhe operacioni zgat rreth 6 orëve, edhe pacienti kur zgjohet me dhëmbë. Sa gëzohen tani pacientët? Gëzohen shumë. Çfarë ndjenja është për ty si doktor? Po çfarë është ndjenja më e mirë? Absolutisht. Çfarë është shpërblimi për mua? Edhe për gjithë doktorat besoj. Absolutisht. Kur pacienti ndahet i kënaqur edhe ja ndron jetën, ndron psikikisht, ja hap vetbesimin edhe plotësinë e tjera. A mendon se Kosova ka potencial më bo qendër rajonal për turizëm shëndetësor? Unë besoj që po. Ka shumë potencial. Ma shumë se tjera shtete në Ballkan për shembull ose? Ndoshta ma shumë nuk e di, mirë po ka shumë se për turista Kosova ka shumë çka më ofru. Zakonisht për 3 është edhe jeta e natës, është ushqimi i mirë. E kemi Shqipërinë afër me Shetit, Malinezi, Maqedoninë. Edhe mirë po vetëm puna e sigurisë më besoj, domethënë derisa të rregullohet çështja e Kosovës edhe pacientat kanë siguri që të vinë te ne. Se nëse hin ti në Google edhe shef që Kosova nuk është rang si shtet i sigurt, atë për atë arsye ne ngecim pak.
Vetë shkon Po, të kam përmirësu. shumë shpresë, po. Për shembull edhe për mbjelljen e flokëve, tash Absolutisht. që jam në Kosovë kum pa disa pacientë. Absolutisht, Kosova është bërë destinacion Po shkon të zhvilluar, shumë, duket. për Po shumë. ne zakonisht i kemi 50%, për mi 50% i kemi që na vinë nga jashtë. Nga jashtë. Po, edhe shqipfolës, edhe jo shqipfolës. Po. Që kanë dëgju për ADC Kosovë. Absolutisht. Doki, i pyetje tjetër, përveç punëve që bëni, janë, përveç këforit dhe ambasadave, janë edhe politikanë shqiptarë që janë pacientë. Po, Duke po, filluar shumë. nga ish presidenti, Zoti Thaçi, Po, zoti tha që patar për herë të parë në 2008, kur pas zgjedh kryeministri. si erdhi ideja apo si u lidhe me Se di për zotin e di që kanë thirrë, kanë caktuar dhe sigurisht referenca pacientat. referenca? Erdhi kështu spontan, pa termin apo si? Jo, me termin. Me termin. Okej. A ndjen presion kur ki pacientë kaq të rëndësishëm? Për para, fillimisht, më thonë jemi të folë për prej viti 2004-2005, fillimet e mia, se unë ja kam filluar në 2002, po, kam dirë. Mirë po tash jo mësu, që kam një farë ndjesie të mirë dhe ndina mirë si privilegjum kur më vi. Po jo me ndi në sikletë, si të shumë. 2002-ën ki fillu, 2006-ën ki pas kontratat e parë me organizatat ndërkombëtare. Po, Shumë shpejt. dikon 2007-2008. Po, përveç politikanëve ke edhe VIP për atë stradës, ja për shembull aty Recep Agiçi, Ardi Xhebreja, bashortja e Recep Agiçit m'duket. Po, emrin si e di? Aida. Aida edhe Armendi. Edhe tjerë për shembull pas këtyre ke edhe në qoftë se regjia na i sjell, por regjinë e kam ambasadori ambasadori Amerikës. Kemi përsëri Jaku është Ylli Limani, një artist i mrekullueshëm. Ja ku kemi Lumi B, kështu që VIP-t krejt të vinë edhe tek Vinë shumë, me Vinë shumë. zakonisht po... ja dhe vetë dati, Zakonisht nuk bëj shumë foto, po... ja dhe këngëtari Ram Lahaj, Po. Ram Lahaj. Pra, do më thonë, VIP-t janë. Tashi, Po, vinë boni shumë. pyetjen shumë mirë Marashi, dok, po kur vjen një njeri që është me një imazh apo me një si i thojnë, që është i një orë, është publik, a është pak përgjësia apo kujdesi më i veçantë apo është një lloj si tjerë. Se për shembull kur vjen një njeri me peshë, ke frikë mos ja bokesh sepse ai mundet pastaj me ndiku në publik gjitha janë të më radhë. Jo, Altin, kujdesi është këtë i njëjtë. I Ne njëjtë. kemi një protokoll dhe ai protokoll zhvillohet natyrisht me vitet tona, ku për secilin është njëjtë dhe jemi shumë të sigurt punën tonë, kështu që nuk kemi asnjë probleme. Cili ka qenë Kemi doktorat për shembull që është i ndan për mbushje të kanala, kemi doktorat për protetikë, kemi për kirurgji, kemi për pastrim, kemi për ato, dhe në gjitha profilet i kemi. Secilin sektorin e vet. Po, pra. edhe ju keni të paktën 50 punëtor në Advanced Dental Offer 50. Offer 50 punëtor. Po ashtu ju keni edhe laborin tuaj, apo jo? Po, dhe laboratorin. Laboratorin. Teknik, po. Pra, në të gjitha prodhimet ju i bëni vetë. Vetë i bëjmë, po. Laboratorin e kemi hapë për herë të parë, do të thonë çatër kur kemi marrë pajisjet në fillim viti 2013. Po në viti 2013 laboratorin teknik e kemi tonë. A furnizon apo je ekskluziv vetëm për ADC-n apo jo i edhe për të tjerë? Jo, vetëm për ADC. Pra, punon- S'kemi kapacitet më shumë. S'keni kapacitet më shumë. Amo ADC-n mbuloni shumë mirë. Cilat janë synimet e ADC-s në të ardhmen, dok? Po, ne vetëm kemi marrë një hapësirë për 4500 metra katror, ku do e hapim edhe një klinik të madhe, edhe për një 12 muaj do jetë gati, edhe do zgjerojmë edhe laboratorin edhe klinikën dikun me kapacitet 3 herë më të madh. 3 herë më të madh. Po. Domethënë do jetë vetëm për ADC-n apo do jetë spital? Jo, do jetë edhe spital. Domethënë do kemi edhe anestezionin e përgjithshëm aty, do kemi edhe shërbime tjera dhe mirë po do jetë pak risi, kështu që të publikojmë pak kur të jemi gati. Në Okej. cilët pikët kryesore dallohet ADC-ja për e tjera klinikëve në Kosovë? Tash nuk me fol, se nuk e di sakt ç'a bojnë edhe tjerët. Mirë po ne kemi një kvalitet edhe një shërbim të mirë në aspektin edhe kvalitativ, ku edhe materialet i marrim kvalitativ prej jashtë i porositim, implantet i marrim direkt prej Amerike, importojmë vetë,
Pre Amerike. Po, është numër 1 është Bio Horizons, Bio Horizont, është numër 1 në Amerikë. Këto materialet për kurora për dëm t'i marrim nga Gjermania e kështu me radhë. Je specializuar në Amerikë, Dok? Kam kry shumë trajnime, si subspecializim. Ton specializimin e kam kry një në Prishtinë 2008, masaneja kam fillu në 2009 me shku në Amerikë me trajnime dikon rreth 5 vjetë. Rreth Me 5 radhë, vjet. po. Në aeroplan gjithmonë apo ke shku me trageto? Kam daj zakonisht 6 javë, 4 javë, 6 javë, jam shku, jam kthy dhe kështu me radhë. Me flugë? Po, me aeroplan, se do shkojmë bashkë atë. Zoti hajre po. Çështë kemi lënë. Që kena lënë, po mund më dhon anestezion, më kishte bëu mirë. Me premedikacion. Me mund gjomo gjigant komplet atje kisha vujt me armë ti. A do shkojmë as do shkojmë? Do shkojmë patjetër, kryej muhabet. Nëse bjen për ty, bjen edhe për mua. Ti ke çka hupun, s'kam çka unë mision. Ti le 50 punëtor pa punë. Ma kashit të avancon. Interesant. Çfarë ka Advanced Dental, domethënë studimet që trajnimet që ke marrë në Amerikë? Çfarë kanë më, domethënë janë më të veçanta se sa të vende të tjera apo jo? Po trajnimet gjithmonë avancojnë, atë jam të fol për atë kohë dhe unë ala shkoj. Vazhdon akoma trajnim? Minimalisht 2 herë në vit shkoj në Amerikë, në Evropë, hala më shpesh. Okej. Është një profesion që lyp angazhim non-stop, edhe është, domethënë non-stop zhvillim, si me teknologji, si me pjesën tjetër, edhe duhet të jetë gjithmonë ongoing, domethënë edukimi i vazhdueshëm, i thonë sa punë. Që nuk kem të fol tash për edukimin në 2009 ose 2008, po jemi hala ongoing. Që unë i kisha preferuar të tjerë të bëjnë të njëjtën punë. Okej. Ka të me pyet, Allah, kam shef me ditë edhe unë me ditë se realisht ne shqiptarët si në kolektiv, me sa di unë, jena jo shumë të suksesshëm si kolektiv. Si individualista jemi shumë të suksesshëm, pra si individa jemi të suksesshëm. Në qoftë se flasim, a ke bashkëpunim me ordinanca tjera? Po shumë. Ke? Mas pari na kur folim për kolektiv, folim për kolektivin tam. Po flasim jashtë ADC-s. Okej, në rregull, po jam të punu me kolegët e mi, me stafin tam, unë kam staf që 20 vjet. Staf që 20 vite, që i ke të pandashëm. 20, 17, 18, 15, 14. Me thonë jemi staf kompakt. Tash, për stafit për galaj ka kolegë tjerë. Kam shumë mirë me gjithë kolegë. Thirim për në i rast, unë jam kirurg kohë gjatë tash, më banë 17 vite, ta dërgoj një pacient që ka një problem, ose ta dërgoj një pacient me përgadit për dishka tjetër, e kështu më radhë. Okej. I qojnë familjarë, vinë vetë. Okej. A mundëm me përshëndet drejtoreshën se ka me mrejh tani në qosë të drejtoresh, mas me mrejh, po të përshëndes. Për mas me mrejh, kur të shihemi, po të përshëndes Anita Mekaj, vajza e Dokit është drejtoresh. Donita Mekaj, drejtoresh e Advanced Dental, e marketingut dhe shumë unë Ka bërë falë. Falenderit, fala paq, drejtoresh, shef, nuk harrova. Folim pak edhe për fillimit të tua për biografin. Kur edhe pse ki vendos që ki dëshirë me ndjek këtë drejtim? Okej, pyetje shumë e mirë. Unë kam vendos qysherët. Unë kam vendos kur kam qenë në klasën e 5 shkollë fillore. E kam pas kujshin dentist. Edhe shkojsha si fëmijë në rrezë dentaj. Edhe se unë në familje i kam mjek edhe inxhiniera gjithë. Edhe më zani kur vendosa me marrë stomatologjinë, ma bëj që po mere pse stomatologjinë, mere mjekësinë ose pjesën tjetër. Thësha jo, du stomatologjinë. Dhe gjithë janë çudit, po që kujshin e kam pas si motiv. Pastaj e kemi marrë, ka qenë kohë e vështirë para lufte. Në të 99 unë veç kam qenë absolvent, më pas në 3 provime para se me diplomu. Po pastaj lufta, mas luftës, më dasht pak me punu, se patëm kushtet shumë keq. Në shtëpia të djegta në pej, gjithë, familjen e kisha në Shqipëri, unë e vetë Maqedoni, po në isha në spital të kryqit kuq norvegjez. Në kohën e luftës, po. Kohën e luftës në Qegran. Ka qenë një spital fushor, Qegran, ndokët kanë qenë rreth 200.000 njerëz. Ka qenë spital fushor dhe aty kanë qenë krye teknik. Sa tërës kam qenë i diplomu, më hina si teknik, dhe më thonë në emergjensë, edhe kam punu deri mas luftës. Masane mas luftës më dasht me punu një vjetë gjys,
që bile me rregullu shtëpinë me shti familjen, dhe pastaj në 2002 diplomova dhe ja kam fillu karrierës. 2004 në kam regjistru specializimin, 2008 e kam kry, pastaj nisa trajnimeve në Amerikë, pastaj në Evropë dhe shtu. Edhe prej fillimit e ki kriju këtë firmë apo ki punu më së pari? Jo, dikun kom punu deri në vitin 2015 në rezonancë, spitali rezonancë në Pejton. Edhe kam hap mësim deri në 2017, dikun rreth 12 vjet, në Universitetin e Rezonancës, që është privat. Çfarë këshille ju kishe dhënë kretë atyne që dojnë me njek këtë drejtimin e njëjtë edhe cili është sekreti yt i suksesit? I kisha këshill që të shkojnë nëse dojnë stomatologjinë. Ma duhet ta dojnë tamam. Se është shumë e vështirë, edhe fizikisht, edhe psikisht, vjen shumë punë, edhe duhet ta punojsh një kohë gjatë. Në momentin që e punon një kohë gjatë dhe zhvillon një kohë gjatë, atë duhet ta dojsh ton kohën. Në momentin që nuk e don ose nuk e vlerëson ose nuk e don, po nuk e ki pasion gjatë rrugës, atëherë dështon. Doki, ju thotë që në familjen tuaj janë të gjithë inxhinier dhe doktorë. Doktor. A ke menduar apo a do të trashëgohet puna juaj tek fëmijët tuaj? Po se di. Djalin e kam stomatologji në Amerikë vit 2. Ashtu? Po. Okej. Djali tjetër i dytje është në stomatologji këtu në rezonancë. Të dy djemtë i ke për të njëjtin drejtim. Po, kështu që nuk e di. Tash unë i kam thonë që mos e merrni vetëm që jam unë. Po merrni nëse doni. Okej. Edhe nëse rrugës e shihni që nuk po doni, lani, merr diçka tjetër. Po, atë që të merrni ta keni me dëshirë me pasion. Dhe djali ka edhe tash për Amerikë. Okej. Tash çfarë babi, nëse nuk e don, prap le, merr vazhdo diçka tjetër. Kështu nuk e kanë me nuk ja imponojnë. Thjesht merr diçka që e don me punon. Me që ki motivu? Janë motivu se edhe si fëmijë kanë punu të one, domethënë pushime verore si në shkollë fillore, shkollë të mesme, vishin laborator, pastrojshin që aty, shohin punën që mes me ndajt, edhe që janë motivu. Bukur, unë pak më përpara gjova këta janë të lumtur pacientët kur të i rregullojsh. Realisht është lumturi e madhe e imagjinoj se çfarë lumturi mund të kenë, po desha me ditë a mban mend apo ke diçka specifike më na tregu se cila ka qenë reagimi më i mirë apo dhurata apo ku diun i ndonjë pacienti që e ka treguar veten ndaj teje? Se di vonë vjetë se par vjetë një pacient, po tash nuk e di me emër. Në momentin që ja kemi vendosur dhëm, ja ka filluar me çajt para pasqyrës. Ka çajt para pasqyrës. Sonë naçim pas to. Çfarë? Tash kur e po. Kur e pon të qajt, janë nisën e motrat me qajt. Këtë klinika një për atmosfere të qajt fikzimit. Interesant po ka qenë, Ka shumë emocione. Të shku këtë njëzit e pajtu njërin, Dran komplet edhe. Vim pa ku mu adaptu. Interesant. Ama fikzimit është shumë. Ndryshuat jeta total i njerit. Mund ndryshojt jeta shumë total. ndryshon, po, se ka shumë njerëz që kanë edhe kompleks, as nuk qesh. As nështë nuk del, nuk socializohet mjaft me njerëz, më shefet, kupton, nuk kesh as para njerëzve, as në foto, edhe aja pastaj bëhet bagi një kompleks psikisht. Mund të me të ra në depresion, shumë sa një tjera. Ja vlen shumë kjo investim. Ja vlen. Mesazhi juaj ishte le që mos flasim për shëndetin. Po. Mesazhi juaj ishte që po se patë pasion një punë mos e ndjek fare. Ja. Çfarë janë pasionet tua përveç punës që bëni? Përveç punës, me shëtit, Altin. Ku shëtit, ku të pëlqen me shëtit? Se me shëtit e di që shëtit, apo? Ku të pëlqen më shumë ti me shëtit dhe ku të kalon bresa më tepër? Ku të kalon përshtypje më shumë udhimi që ke bërë? Altin, kom shëtit shumë, po... Ke shëtit shumë? Ta shkove të fundit? Po ta shkone fundit kesh Maldive, mirë ishte. Ishte mirë Maldive? Në Maldive na mush mi ujë për çdo ditë më marosh. Kafet aty në Maldive mush mi ujë. Nëse mirë, duket në YouTube e kam pa, mirë duket. Mirë duket. Po, mirë duket. Kalove bukur? Bukur. Okej. Domethënë udhimet janë pasioni jot. Pasion tjetër kemi me lexoj shumë. Lexon shumë. Çfarë libra? Po shumicën përveç profesionale, sa gjithmonë pilojmë ato profesionale se është pak obligim, Po, duhet patjetër. Edhe kam pasion se duhet mi përcjell sendet, mirë po zakonisht romane, relaksohesh, varet po anglisht më shumë. Anglishtin e din, Po. E zoton mirë domethënë anglishtin.
Yes. Qa folem herët? Yes, of course, po, jo, unë e di, po, për shikuesit në dhëtë me dit, ama dhëtë me... Luj ping-pong, bilardo shumë mirë, ping-pong shumë mirë, po. A për bilard shkoqi? Basket këmë luj shumë. A për bilard shkoqi? A për basket une? A për basket shkoq kë? A për bilard Basket vjet këmë luj kom luajt. shumë. A për bilard shkoqi unë? Veç ti ma i gjatë në duket se unë. Kam lujt edhe për pejen për para luj. Në cilën pozit ke lujt? Center? Center? Doke, për bilard shkoqi, po të kallëzoj. Valoj, kur dush lidhe. Për me sa be bëjmë bastin, me sa be bëjmë bastin, ta bëjmë publik. Ta bëjmë i loj, sa kena me lujt, sa loj kena me lujt? 3 loj. 3 loj. Do më thonë kur del 2 fiton. Me çfarë basti e kemi? Shkojmë në Amerikë, bashkë. Ta pagu. Do më thonë, me pagu kush humb udhimin e aeroplanit? Fote. A kapi regjia t'ju thonë bastin edhe i herë? Fote, ja regjia ku është regjia, ja ku jemi këtu të kjo këtu. U fut një bast, kena me lujt 3 loj bilard unë e doki, në Prishtinë. Kena me po vetëm 3 loj. Kush fiton, ka me pagu udhimin për Amerikë. Ose ky mu, ose unë këti. E kështu që jam i sigurt që kam me... Nejse, jo, s'po flasë për sigurisht. S'po flasë se nuk e di Po akoma. ishte kemi edhe kamerat. Ja, dërshmitar di kena, ama s'po flasë se... Ata që lifdohen gjithmonë humbin realisht, kështu që pe e lanë që është neutral. Por basti është bast, kush humbë, tash ka me mraj gruja të shtëpia, thot po budall, po çysh më refutet i bastin. Tu e di, ku e di na që është lunajt mun. Durët e kirurgit nuk dridhen. Kur luajnë bilardë, durët e kirurgit nuk dridhen. Kirurg jam një farforme, bro. Unë e hali open në gjigant. Unë e presë e hali open, në qysh, edhe mu së më dridhen durët. Dok, çfarë të bën të lumtur? Suksesin ti e ke, po hes shumë mirë, pra domethënë kush të bën të lumtur ty, përveç po nejse, po. Familja. Familja. Pra pikë e parë është familja. Suksesi familjes. Edhe suksesi familjes. Këta janë që të bëjnë të lumtur. Këta janë që bëjnë. Bravo. Si ke raportet me fëmijët tua, për shembull, me fëmijët, me djemt tu për shembull. Si ke raportet? Shumë mirë, edhe me djema me çika. Edhe me vajzën. Kam shokë e shoqe. Okej. Jo veç prind. A janë raportet si prind apo si shoqëri? Si shoqëri. Si shoqëri. Si prind janë disa kufizime, normal. Okej. Kështu për ditëshmëri. Se janë mesazhe të mira këto dok, për shembull se ka prindër që i shikojnë fëmijët e marrin distancën, a kupton? Por a është më mirë me i pas shok fëmijët apo është më mirë me i pas në distancë dhe vetëm më nej ty këshilluat. Gjithmonë është më mirë me i pas shok. Shok e shoqe. Është më mirë. Po, se hapen me ty, i këshillon non stop, i ndihmon non stop, domethënë se ata se kanë përvojë. Ne e kemi përvojë. Okej. Edhe çaja është detyrë e prindit. Edhe nuk i lën me gabu, më mirë me gabu me gabimet tua apo me gabimet veta. Absolutisht. Edhe besoj që është shumë më mirë dhe ti je shumë më rahat. A tham që udhtojmë. Po. Nëse mi pas fëmin mirë, ti ku do më shkon? Ti si rahat. Si rahat, nuk ndihesh mirë. A është vështirë mi pas larg në Amerikë fëmijët? Shoqja zakonisht domethënë bashkëshortja pak e ka më problem, se mërzitet më shpesh, po unë jo. Kur e di që është shku për një punë vetën, domethënë që me kry një shkollë, një fakultet, me investu në vetën, atëherë për mua është shumë okay. Unë nuk mërzit në fare. Se është destinacion që duhet me kry. Dok, ti personalisht, kujt ja beson dhëmbët tua apo gojën tënde për të rregulluar? Ku e rregullon doki? Kolegëve të mi, mbrana, kolegëve të mi. Vetëm brenda ordinancës tënde? Po jo, mbrana ordinancës mas pari, pastaj jashtë nuk më ka rrë. Amo gjithmonë ti shërbimet i kryen aty. Unë e familja me gjithë një. Edhe unë i kam altinisa. Me Venerë si kje dhe? Po, Venisë. Okej. Interesant, shumë bukur. Tashi, me thonë drejtë ndok, unë kam dëshirë këtë ditë marrë dhe në ADC, përsëri du me realizu një jetë reale, me pasë si funksionon nga ofër me telefon, me gjëra, me bo një jetë reale, por ajo që mu më intereson është me ditë se çfarë mesazhi ke për shqiptarët e diasporës. Për shqiptarët e diasporës, unë kam shumë pacienta diasporë. Shumë as pare të faleminderoj që vinë të unë me një kodë gjatë, është fjallë. Paciente na e kam databazën ose bazën e donave prej 2002-ës. Edhe kemi merengena me shërbime me këtë trujtme. Që e di që kam shumë edhe janë shumë të mirë, ju faleminderoj, edhe gjithmonë do jemi aty për ta. E për tjerë që janë,
atëherë le të vinë, ta shohim, e bëjmë një kontroll falas. Kontroll falas. Po, kontroll falas ja bëjmë herën e parë, edhe do ja bëjmë një plan si ty Altin. Pastaj a vjen, as vjen, është edhe problemi juaj. Edhe ky është një gjest që jo çdo kush ta bën. Mos harroni shqiptarët e diasporës, e keni gjithë nga një kontroll të gojës falas në ADC. Diamant, numri i telefonit për këtë që tha Doki, për gjithë shqiptarët e diasporës, shkoni në ADC Kosova. Mund ta klikoni edhe në Instagram ADC Kosova, edhe në Facebook Advanced Dental Center. Dhe keni kontrollën falas për ta marrë tek ADC-ja. Pastaj si të vendosni vetë. Doki ka drejt më t'regu se çfarë probleme keni, e pastaj Po bëhet plani. Po, plani bëhet, pastaj ju vendosni se ku e qysh e tek. Por më mirë se në ADC harrojeni. Harrojeni që keni mrekulli ku tjetër më mirë se ADC. Tjetër, nga jeta e jote e udhëtimeve, për shembull, çfarë të ka bërë më shumë, cili shtet përveç Maledive si ishte bukur, cili ka qenë vendi që të ka pëlqyer më tepër? Cancunin, Meksik. Meksik? Po, është shumë i bukur. Edhe aty është shumë. Jam kanë edhe unë ja shumë e mirë. Natyra Natyra perfekte. Kiç ka bën edhe kish shumë aktivitete. Se unë nuk jam që shkoj një pushim edhe veçri. Shef aktivitete, përveç me lexu edhe më marr me diçka. Këto në me aktivitete edhe me sport. Do më thënë, ma shumë vende ku ka plazh, ku anë Bregdetin më tepër përkundon doke? Po, Bregdetin, po s'do më thonë. Florida, për shembull, është mirë. Është mirë Florida? Orlando s'ka Bregdet, po që Miami ne kemi Bregdet, Tampa, varet ku. Interesant. Kalifornia. Sa qef kam më udhëtu edhe unë Mordok. San Francisco është mirë. Po, kam qef shumë më udhëtu edhe unë, po këtë frikën në aeroplan s'po heq dot. Bash do heqin, do thash. Bash do heq. Po, tash ta shohim. Me anestezi. Po unë si hu pasi fitova, më rëndësi është ty me ty në aeroplan. Kam frikë që po ma shasherë në ovo. Ja. Do hipi përgatitur. Diçka për fund, doke. Sa kohë duhet me u shëru një gojë që ka nevojë për implante? Apo tjetra, sa kohë duhet një person që ka dëshirë me vendos veners? Pra, ajo ka gojën e shëndosh, por do me vendos veners për më dok më bukur. Sa duhen për implante dhe sa duhen për veners? Për implante nuk është më si ka qenë për para. Do më thonë na që shumë vite e vendosim implantin ose implantet, edhe të njëjtën kohë bëhet ngarkimi me një hershëm apo si thonë immediate loading. Amo natyrisht që se kocka është kvaliteti i duhur dhe në që se implanti vendoset me një tork apo me një forcë caktuar që matet me aparat, ku duhet të jetë 35 newtona, edhe ngarkohet më një herë. Praktikisht, do të thonë çesim implantin edhe dhëmbin në njëjtën ditë. Apo implantet edhe urën në njëjtën ditë. Edhe pastaj shërimi zgjat 3 deri në 3 muaj e gjys. 3 deri në 3 muaj e gjys. Pacienti ka dhëmbët. Kjo është altin njësoj si këmba thyrë, ku kockat për shembull që thehen e krijojnë një kallus, ajo thirret kockë repërat, ku ngjitet, edhe përpara këmbën e thyrë për shembull kanë marrë 6-7 javë në gips. Që mu shëru. Mirë, po çka ka ndodhur? Ajo është ngjit gjatë asaj kohe. Mirë, po tash momentin që ti nuk e marr gipsin 6-7 javë, po e marr një javë, dhe mas një javë me longet ec ka pak apo shkel nga pak, ama shumë pak, do të thonë me mikrona, atëherë çaj kallusi, do të thonë shpejtohet lidhja me kockën. Shumë, do të thonë lidhet për 4 javë. Njëjtë është edhe implanti për kockën lart. Absolutisht. Në momentin që ti kafshon nga pak, do të thonë e stimulon ngjitjen e kockës përreth implantit. Shpejtohet do të thonë ngjitja. E njëjti princip është do të thonë edhe ne ngarkojmë implantin më një herë. Edhe mas 3 muaj e gjys, atëherë e hekim provizorët edhe i vendosim të hershmet. Ndërsa për venir, zakonisht vynë se venirët janë estetik, do të thonë ne i bëjmë disa prova, disa analiza, do të thonë digital smile design, do të thonë një projekcion të buzëqes digitale, edhe zakonisht na vjen 50 punë, 50-60 punë. Që të përfundohen. Përfundojmë, i provojmë disa herë, e shohim a janë mirë, bëjmë ndryshime derisa të mrim deti finale. Po, bukur, edhe gjithçka që më bëri përshtypje që s'kam parë në diku tjetër, përsëri po i bie si reklam, po duhet me tregu të realitetin e vërtetën. Rentgenat 2D edhe 3D i boshit ju. Po. Edhe 2D edhe 3D. Pra, inqizimi i rentgeni. Po, kombim CT scan, 3D është CT. CT kombim, po
CT tridimensionale tash që i thojmë neve atje, është CT. Praktikisht aty e shohim sakt se rentgeni ortopani ose ortopantomografia është 2D, është pak e deformuar. Do thonë si më thon 1.25 ose 1.30 ose nuk është e sakt, edhe aty nuk e shohim gjërsinë. Edhe nuk e shohim gjatësinë sakt drejt të nervi, drejt apo diçka tjetër. Me ato bëhet diagnostifikimi dhe planifikimi i implanteve sakt. Do thonë edhe në shtetet e jashtme nuk është e lejuar me të vendosësh implante pa CT. Nuk është e lejuar. Që se bën një gabim atëra përgjithësi pra. Çka i bën dhomëve mas shumti, çfarë këshilla ki për kret njerëzit për çish me mbrojt dhomët? Po edhe çfarë metodë, domethënë përveç se mi la dhomët rregullisht? Po, Milani janë javë. Një javë. Teknika e larjes është shumë e rëndësishme. Teknika? Po, teknika dhe kogjatësia, se pacient zakonisht thonë po i lava, unë i laj me Ta di pak e doktor Athu jam të dita jo. Vëmbet, sekond, shikoni pak me kujdes. Vëmbet, më korrigjon nëse jam gabim. Nuk lahen kështu drejt. Normal, apo jo, Jo. Siç e kam mësu. Vëmbet, sepse vëmbi është si ura, ke parasysh, vëmbet lahen kështu. Apo jo? Te mishit nga vëmbi. Po. Kështu në këtë formë lahen vëmbet. Pra që të mësoni. Ti mos më shikosh apo më mësu me la dhëmë. Apo jo, dok? Edhe kogjatësia. Ç'është? Ale vazhdojmë. Se momentin unë i them shpesh pacientave. Them ti hen në banjo dhe i lan sa sekonda. Them se koha në banjo është shkon katale. Them ti mos rrim në banjo, se ato 10-15 sekonda e kryva. Po del kështu televizor, hen pështy, bile një 2 minuta, një gjysë. Po. Ai kështu më rregull është 3, po. Hadi le. 3 minuta do të më la dhëmbët? Çështu unë gjithë bëj hecin këtë banesën tu i la dhëmë kështu televizor. 3 minuta mirë, kështu televizorin shkon pështy, kthehesh. Se nuk më rrihet veç në banjo me kështu pasqyrë. Po se është pak monotone. Pastaj peni dhëmbë. Peni nuk e përdoren shpesh. Do thonë dhëmbët kanë kontakt njëri me tjetrin. Shky kontakti nuk pastrohet ndryshe. Pa parasysh reklamave të brusha. Brusha nuk futet aty. Atër, bile një herë, momentin që mësohesh, bile një mramje, do më thonë 30 sekunda të merë me hinë mes këtë dhëmbëve. Po. Edhe mjafton, peni dhëmbët, edhe brusha, tash, këta që kanë ura, ose implante, ose kanë briketa, proteza që i drejtojnë dhëmbë, ata vesh duhet të marrin edhe water pick. Është një maqinë me ujë, me shtypje, water pick, i thojnë, ose shqip, se në dhonë shtypje me ujë atë. Që ajo në karikë stomatologjike që e kemi neve. Po. Edhe i fut dhëmbët, ose në që se përdor penin, bila ato duhet me përdor. Abdene ja fut për funi dhëmbëve të mishi, për funi ura që me hek ushqimin. Edhe e shumë e mirë. Pacientat e mishi që qas implantet gjithve i thamë me marë. Edhe me përdor të njëtë. Edhe sa më pak sheqer. Sheqer po së po. Si energy drink, a janë shumë të damshëm? Edhe ato janë acidike, kështu që edhe ato janë pak damshëm. Po. Edhe kum dëgju një herë se masi ki hangë diçka acidike, ose ki pi me diçka acidike, mos mi la dhëmbët me një heri, po mos pari me pi pak ujë. Me shpëla, po. Me shpëla mos pari. Po, ka shumë tash, aty duhet edukim. Unë të fëmijët pacientat, për shembull, prej 2002-s, i kam hala, tash, nëse i kam bërë fëmijë, i rrit fëmija, edhe i edukojnë nësë. Edhe din, valla, din shumë. Din gati sa një stomatolog. Absolutisht, po, sepse tanë gjithë kohës aty. Se në eduku, edhe të mastaj hinë edhe vetë lexojnë. Edhe edukojnë tonë kohën. Edhe shumë njerëz nuk e dinë se sa më rëndësia është shëndetësia e dhëmbëve, mishit dhëmbëve. Shëndetja fillon prej gojës. Nëse goja nuk është të shëndosh, atë s'ka asgjë gjë shëndosh. Shumë sëmundje tjera vijnë. Shumë e vërtet. A është aroma e gojës nga dhëmbët shpeshherë? Po, fetor ex ore i thojmë, po. Si quhet ajo? Fetor ex ore është latinisht thonë. Okej. Po era e gojës është vjen pi dhëmbëve, vjen mund të marr prej infeksionit mishtra dhëmbëve, kariesit, dhomit prej shpërfuni, plot sanave tjera, po mund të jetë edhe prej fytit. Domethënë pi bajavë, që tonsillave. Mund të jetë prej lukthit, po duhet shohim pi shkafit. Mund të jetë pi dhëmbëve të përhershëm, që i thojmë dhëmbë të pjekurisë, varet. Okej. Edhe ka një herë në vjet në kontroll me shku. Thua, këshillohet, Një herë në 6 muaj. Një herë në 6 muaj kontroll. Atëherë, gjithsesi. Ne po ju tregojmë se jemi në fund të kësaj ndërviste, po ju tregojmë që këshillat i keni nga doktori Falas bashkë me kontrollën Falas, ju që keni nevojë. Planin u tregon doktori,
harrojeni që të kun tjetër më mirë, ja ku i keni kontaktin e numrit telefonit që mundeni me marrë kontakt me ADC Kosovën. Doktor, falenderoj nga zemra për Faleminderit edhe juve shumë. për Faleminderit. pjesëmarrjen tonë të sot. Faleminderit shumë që na dhe këto këshilla, këto gjëra interesante, disa gjëra që unë realisht përpara si kam ditur. Normal 3 minuta t'u la dhëmbët s'kam nejt asnjëherë, me thënë drejtën, mund të kem nejt 1 minutë apo 1 minutë e gjys, deri në 2 po 3 si kam bëu kurrë drejt me thënë. Mirë po mora një shembull sot që duhet me la të këshyr televizor, mos sjellni për shtëpi edhe u kry muhabeti më pasu aq më bukur. Por megjithatë, unë të falenderoj nga zemra për jo vetëm për punën e mirë që po bën, por edhe për humanizmin tënd dhe për atë që jeti sot. Nëse e keni mesazh për ta dhënë tek miliona shikues që i kemi në Full Ship Show. Faleminderit për thirrjen atë. U kënaqem sot në emision dhe i përshëndes gjithë, edhe ju mirëpres gjithëve në ADC Kosova.